Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit shumë që keni ardhur sot. Të gjithë ju, kryetar, bashkëkryetar, antar të shtabeve të lagjes 14 dhe Kasharit. Vërtet që doja ta filloja me një falënderim dhe me një shprehje mirënjohje të gjithë ju, qoftë për gjithë punën e madhe organizative, angazhimin tuaj shumë vjeçar, dhe përmes jush një mirënjohje gjithë antarësisë së Partisë Socialiste në lagjen 14, Kashar, në Zberisht, dhe sigurisht të gjithë qytetarët që na kanë mbështetur. Fal kësaj mbështetje, Partia Socialiste në Tiranë ju besuan 19 mandate, dhe sigurisht që gjithë besimi që na është dhënë duhet përkthyer në më shumë punë, në më shumë shërbime cilësore për njerëzit dhe bashkë me ta në çdo hap. Në asamblet e zgjeruara të njësive administrative që ne jemi duke bërë Parti Socialiste, jemi duke diskutuar për shumë çështje. Ajo që është persore dhe për ne është e një rëndësie vërtet madhe, është komunikimi me njerëzit. Si të intensifikojmë edhe më shumë komunikimin me çdo banor, në çdo lagje, në çdo komunitet, për të folur për punët për Tiranën, për punët për Shqipërinë, për çfarë kemi bërë dhe çfarë po bëjmë. E sigurisht edhe për projektin ton ambicioz të integrimit në Bashkimin Evropian. Kemi nisur një fazë të re, të riorganizimit të Partisë Socialiste në gjithë territorin, në Tiranë, me një vëmendje të posaçme, për të maksimizuar, por mbi gjitha për të zgjuar të gjithë potencialin që ne kemi brenda strukturës sonë, dhe sigurisht për gjithë ata që duan të na bashkohen me Partinë Socialiste për këtë mision tonin përbashkët. Dhe është e rëndësishme që ne të kemi jo vetëm rienergjizimin e strukturave në fokus në këto momente, por rritjen e numrit të antarësisë, më shumë hapje drejt grave dhe vajzave, fuqisë të jashtëzakonshme mbështetëse tonës, më shumë të rinj në strukturat tona dhe mbi gjitha më shumë marrëdhënie me komunitetin, me njerëzit. Ndaj Tirana organizohet në 34 bloqe, ndaj dhe territori juaj do të organizohet në 2 bloqe, por me tendencën që dhe zona e Zberishtit pra të trajtohet në mënyrë të posaçme, si një blok. Në zonën e Astirit, Larenti do të vijojë që të jetë drejtuesi politik, zonën e Kasharit, Blendi do të jetë drejtuesi i ri politik, dhe Endri Hoxha do të jetë gjithashtu drejtues këtu, në vlerësim të 2 drejtuesve, nëse do të kenë pikërisht atë organizimin përmes bllokut të tretë, ku ne vlerësojmë që mundet që të jetë një potencial si një blok për tu administruar në mënyrë të posaçme nga Endri Hoxha. Faleminderit shumë për vëmendjen, faleminderit për punën dhe për angazhimin tuaj. Leoni që fjalën t'ia jap kryetarit Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama. Shumë faleminderit, edhe më vjen shumë mirë që më jepet mundësia të vi këtu për të folur me ju. Por ndërkohë që po dëgjoja Gerdën, po mendoja që mbase do ishte më mirë që ta filloja ndryshe sot, jo duke ju mbajt një fjalë të gjatë, por duke ju pyetur juve për çfarë keni ju dëshirë që të flas unë, edhe çfarë doni ju të më thoni mua. Kështu që e keni mikrofonin në dispozicion, edhe më thoni se fjalimet dëgjoni edhe pa që nevoja që unë t'jem këtu, ndërkohë që nëse unë do flasë, ju e dini që
nuk di të flas shumë shkurt, pastaj do kaloj ora dhe pastaj do bëhet në një pyetje sa për të kaluar radhën. Kështu që më mirë fillojmë direkt. Çfarë doni ju që të flas unë? Mikrofoni është në dispozicion, mjafton të ngrej dorën i pari, pastaj dihet që është më kollaj mbasi thyet akulli. Përshëndetje të gjithëve, quhem Ilmi Danushi. Për të bërë elozhe dhe për të thurë komplimente, besoj që nuk jam i mirë. Për të falenderuar kryeministrin Rama për vizionin e tij dhe për vlerat që ka dhënë Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, besoj që shumica prej nesh pajtohen me mua që e kemi pas atë fat. Shqipëria kishte fatin më të mirë në këta vite dhe e kam të vështirë ta them që mund të përsëritet më. Faleminderit zoti Rama për ato vlera që na ka dhënë në arenën ndërkombëtare. Kur kthehemi në vend, po flas vetëm për Kasharin. Te Kashari ju lutem të keni pak më shumë vëmendje se një sipërmarrës i vogël jam unë, por kemi nevojë për infrastrukturë vetëm. Për të tjerat besoj që makropolitikat dini më mirë ju të vlerësoni. Faleminderit. Këtu s'kishte pyetje, kështu që po unë mund të them këtë që dhe se e dëgjoj her pas here këtë punën e arenës ndërkombëtare, po krijimi një respekti në arenën ndërkombëtare nuk është çështje thjeshtë si vishesh apo si flet, por është edhe çështje e kë përfaqëson edhe çfarë përfaqëson. Unë besoj që janë ndryshimi i pozicionit tonë në arenën ndërkombëtare ka ardhur si rezultat i faktit që kemi pasur edhe se çfarë të tregojmë, jo thjesht që kemi ditur si ta tregojmë. Dhe besoj që ajo që kemi pasur çfarë të tregojmë është një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri tjetër. Ne kur kemi filluar këtë punë, Shqipëria kishte 2 milione ca turist, ku për turist numëroheshim edhe ne që ktheheshim nga udhëtimet jashtë shtetit. Pra, numëroheshin të gjithë ata që hynin në kufi, pavarësisht se kishin pasaportë shqiptare apo kishin pasaportë të huaj. Kemi arritur në 12 milion me pasaportë të huaj. Ne nuk e numërojmë vetëm për turistë ose për vizitorë në Shqipëri. Sigurisht për pasaportë të huaj janë dhe shqiptarë që kanë marrë një pasaportë tjetër, po ata që vinë me pasaportë të huaj, pavarësisht se mund të jenë njerëz që kthehen për pushime ose kthehen për të parë familjarët, në të gjithë botën numërohen tek vizitorët. Në atë kohë, mesatarja e investimeve të huaja në Shqipëri ishte 300-400 milion euro në vit. Tani më ne kemi kaluar 1.5 miliardët. Që gjitha këto janë para që hynë në ekonomi. Kështu që i kemi ndryshuar faqen Shqipërisë, po patjetër që kemi plot gjëra që duhet të ndryshojnë. Dhe duke qenë se fole për Kasharin, sigurisht që këtu ka një problem shumë të madh që vjen në mënyrë paradoksale si rezultat i rritjes së mirëqenies. Çfarë do të them me këtë? Rritet ekonomia duke ndërtuar më shumë apartamente, blihen më shumë apartamente, mirë po kjo rritje shkon në proporcion të zhdrejt me infrastrukturën, me nevojat e tjera. Dhe megjithëse ne bëm një zgjidhje për një shkollë, prap unë nuk besoj që kemi zgjidhur një gjë të madhe, sepse duhet dhe një tjetër, dhe një tjetër, dhe një tjetër.
flas për shkollën, po nëse flasim për shërbimin parsor shëndetësor, prapë edhe ai është problem, se janë gjitha njerëz. Të gjitha këto janë sfida. Kush po e kërkonte fjalën tjetër se pash? Po. Përshëndetje gjithëve, unë jam prendri, jam nga Mirdita, banoj Mëses Fush. Konkretisht aty janë legalizimet. Pra fillon një blok do të marroja, s'ka pse tjetë ba 2 shtëpia, le 2, është një problem që do zgjidhje. Turej shëndet për të mirën e gjithëve i herë se të kesh shëndet edhe do fitojmë, do angazhohena më shumë, unë do jem pensionistë në zgjedhjet e ardhshme, do kem kohë më shumë, po kuptohet në kushtet e mundësinë që ka i pensionist. Faleminderit. Faleminderit për këtë temën e legalizimeve, sepse është një temë shumë e rëndësishme me të cilën nuk po ndahemi dot. Tani kemi pas edhe një diskutim të gjatë në mbledhjen e zgjeruar të qeverisë me grupin parlamentar, është një praktikë e re çdo fund muaj për të folur me deputetët, ministrat, edhe për të marrë shqetësimet, por edhe për të fokusuar në tema me rëndësi për të gjithë, dhe legalizimet dhe kadastra ishin në fokus të mbledhjes së kësaj radhe. Natyrisht që mediat kombëtare kanë gjëra më të rëndësishme për të informuar që ai thash unë njërit dhe që ai thash unë tjetrës, në një mbledhje nga ora 11 deri në ora 6 masdite, ku ne folëm gjëre gjatë për pronat, për shërbimet kadastër, për legalizimet, për reforma administrative territoriale, për skenaret se si duhet të rishikojmë hartën e shërbimeve në territor. Në çdo rast, hapi atë pasqyrën e celularit, shko, shif portal në portal, kanal në kanal, po gjete gjë për legalizimet, po gjete gjë për infrastrukturën, po gjete gjë për arsimin, po gjete gjë për shëndetësinë, po gjete gjë për çfarë po bën qeveria për çështjen e naftës, po gjete gjë për çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh, çfarë do ndodhi me pagat, me po e gjete kund që ne tani do të paguajmë të gjitha sigurinë shoqërore të nënave dhe të personave kujdestar, të fëmijëve me aftësi të veçanta. Atëherë ky do ishte një lajm shumë i madh për mua, ju lutem ndani dhe me mua. Më çoni mesazh toni ja ku e ke. E pash dhe e lexova një gjë që më intereson. Gjithsesi, kemi diskutuar për legalizimet sepse shqetësimi, domethënë që legalizimi është një proces i vështirë, kjo nuk diskutohet sepse janë bërë shumë legalizime. Janë bërë afro 300.000. Domethënë janë shumë. Por ka akoma edhe një numër rreth 70.000 që duhen bërë. Ndërkohë që një pjesë e tyre janë problem sepse janë janë të pamundura nga ligji aktual. Kjo është e vërtetë. Jo është mbi kolektor, jo është mbi rrugë, jo. Por gjithsesi një pjesë tjetër duhen bërë se mund të bëhen. Tani kjo e bllokut, fillo bllokun, mbaro bllokun, ka i rrezik. Sepse bloku është bloku për mua që jetoj në këtë blok, por nuk është blok për shërbimin e kadastrës që ka gjithë territori. Ndërkohë që më e drejta është koha e regjistrimit. Pra, ajo që që mua më shqetëson është
pse dikush që e pret legalizimin që në 2010 duhet presi akoma, ndërkohë që dikush tjetër që e ka bërë kërkesën në 2018 duhet ta marrë përpara. Nuk mund ta fillosh ta mbarosh bllokun, se pastaj i bie që ai tjetri ke bloku tjetër që po pret që në 2010 do vazhdoj të presi, ndërkohë që këtu ke ky bloku, beqëra rradha ky bloku, ky tjetri 2018 do marrë përpara. Por ama kur kjo ndodh brenda një blok, që un kam 10 vjet që pres dhe komshiu im ka 5 vjet që pret dhe komshiu e merr, unë se marr, atëherë ka i problem. Kështu ajo që kemi kërkuar është që do bëhet një sistem tani me kritere të qarta, me vite, dhe njerëzit do t'i thuhet që prit se jemi akoma tek viti X. Por ama nuk do jetë e mundur që të bëhet kapërcim në sistem që kape njërin se më pëlqen mu t'ja bëj edhe e çoj këtu. Kjo do krijojë çik më shumë qartësi për njerëzit. Dhe bashkitë kanë rolin e tyre, ne do përpiqemi që të krijojmë dhe më shumë kapacitet për duke përdorur edhe njësitë bashkiake, duke përdorur edhe koordinatorët, kryepleq, për të pas më shumë ritëm procesi. Gjithsesi, puna vazhdon, legalizime bëhen për ditë, që t'jemi të qartë. Nuk është se është diçka që ka ngecë, ose që pastaj pjesa tjetër ka të bëjë me faktin që ne jemi duke digitalizuar të gjithë hartat, se problemi i madh i kadastrës është që ka informacionin të bazuar në për harta, hap harta, mbyll harta, dhe sa për ta pas një ide, deri tani janë skanuar 54 milion flet. Ato tabakët. Po 54 milion flet që të skanohen, se cila nga ato fletët ka 4, 6 ose 8 veprime. Kështu që llogariteni vetë se sa punë e madhe është bërë dhe është fatmirësisht drejt përfundimit. Do kemi më në fund, brenda 2027-s, do kemi të gjithë, çdo gjë do e kemi digitalizuar. Edhe do jetë më e thjeshtë për të pastaj ndërveprim me njerëzit. Për sa i përket daljes në pension, ka 2 mënyra për ta pa atë daljen në pension. Ose si fundin, ose si një fillim të ri të jetës. Në disa gjëra me të cilat je marr gjithë kohën do mbarojnë, po janë ca gjëra tjera që mund të fillojnë. Kështu që unë për veten time kështu them se duhet me pa. Tjetra që më duhet me e thënë, sa herë që duhej me dalë, me taku njerëz, me bë fushata ose jo, por me qenë për takime ishte kur qoheshin dhe më të flisin për pensionet. Se nuk e dija që kishin shumë të drejtë, po e dija dhe që nuk i rrisnim dot. Dhe asnjëherë nuk ma thoshte goja dot që thosha gjithmonë thosha do vi dita, po do vi dita kur të kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë, se nuk mund të bëjmë një aventurë, nuk mund të bëjmë një piramidë që të rrisim sot e pastaj nesër të shkojmë grop gjithë. Dhe arritëm në ditën kur mund ta bëjmë rritjen siç duhet. Dhe faktikisht tani i kemi të gjitha të planifikuara, pra nuk është diçka që varet se çfarë do ndodhi vitin tjetër. Të gjitha i kemi planifikuara dhe pensioni që u rrit në janar të këtij viti do të fishohet ajo rritje, pra sa u rrit X do bëhet herë 2 në janarin e vitit tjetër. Pastaj do bëhet herë 3 në janarin e 2028. Pastaj do bëhet herë 4 në janarin e 2029 dhe herë 5 në janarin e 2030. Gjëja që është e rëndësishme është që ne janë rritur mundësitë sepse zhrit ekonomia.
Tani këtu njerëzit, ata që flasin se s'ju dele keqja që ne vazhdojmë fitojmë, thonë që është rritë korupcioni. Po të ishte rritë korupcioni, nuk do ishin rritë të ardhurat e shtetit, nuk do ishin rritë mundësit për të rritur paga, po të ishte rritë korupcioni. Kushdo të thot në gjë tjetër, që mos i gjelet as i merak. Por po si që qua si gru këtu? Qa o bëtu? Qa ndodh me gratë tu, kryetare? Pse nuk flet as një grua këtu? Po le që kanë dëshmu në fushatë, unë po them se su qua as një këtu të flasin. Në gjitha njësit e tjera, gratë flisin, burat dëgjonin. Këtu burat flasin, gratë dëgjonin. Qa ndodh tu? Jebe e qiksa i zonjës busqeshur këtu. I nderuar kryeministri vendit tim, unë vi nga një parti opozitare, po. Nga qa parti e vjen? Nga Partia e Lirisë, ish kryetare grupe për gjithë Shqipërinë në vitin e kaluar, në zgjedhjet e fundit kam mbështetur zotin Gonxha. Quhem Mada Demira, Esmeralda Demira, më falni, një pjesë edhe njohin sepse dikur kam punuar, kam qenë pjesë e pushtetit vendor, kështu që një pjesë dhe njoh. Vi për të parë këtu në Kashar, kështu që prandaj dhe s'po e merrja fjalën. Jam dhe pak e emocionuar sepse ju dëgjoj dhe ju shikoj për të parë. Nuk besoj se është e tepruar të them që më pëlqen mënyra se si i qaseni gjithëve, sepse megjithëse ka pak gra dhe vajza dhe doni që të flisnin gra dhe vajzat, unë mu them që do shtojmë numër, sepse juve keni bërë një deklaratë më pashme ku keni thënë presim edhe opozitarët dhe i ftojmë. Kështu që besoj do shtojmë pak. Unë falenderoj, unë mendoj që potenciali më i madh e them seriozisht që i pashfrytzuar janë gratë, sepse 33% gra janë shumë pak. Dua t'ju them që është, besoj unë, me shumë rëndësi për çdo njëri nga ne që unë e konsideroj çdo asamble orkestrën drejtuese të çdo territori dhe forcën udhëheqëse të çdo territori. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme që të paktën çdo kryetar organizate të jetë i vetëdijshëm për disa gjëra që janë përtej personales dhe përtej asaj komunitares, po që janë për të gjithë. Pse po i them këto? Sepse unë dua që të gjithë ta keni shumë parasysh se në çfarë kohë jetojmë ne sot. Është hera e parë, po gjetet një herë tjetër, ata që kanë pasion historinë ma tregoni dhe mua. Po është hera e parë që shqiptarëve ju buzëqesh fati. Sepse është hera e parë që të gjitha fuqitë e mëdha shqiptarët i kanë me vete në kuptimin konkret, jo me llafe. Se asnjëherë ne nuk kemi pas kaq konkrete mundësinë që të bëhemi përfundimisht pjesë e klubit të Europian. Ajo që duhet me pas qartë është që nuk është një derë e hapur për gjithmonë. Është një derë që mund mbyllet. Dhe ky është një moment që nuk mund të humbitet për asnjë arsye në botë. Është diçka e pa imagjinueshme. Nuk e ka bërë dhe ma thonë her pas here miqt në Europë, nuk e kemi parë kur, nuk e kemi parë në asnjë vend dhe me asnjë vend këtë që shohim me ju që vinë ca tuajt dhe nuk lën gjë pa thënë që ky proces të mos ndodhi. Nuk asnjë. Luftë politike ka edhe edhe në shumë vende tjera. Nuk ja kanë bërë kur maqedonesve këtë punë. Kur? Që të shkojnë atje të thonë, shiko se atje, ata, në asnjë mënyrë s'duhet lejuar se është tmerr, është këtë, nuk e kanë bërë.
Por, ne kësaj s'kemi që bëjmë. Ne s'kaj s'kemi që nuk kemi që i bëjmë ne disa të paudhve që nuk e kanë fare idenë se me qa meren. Se qarë gjëje po tentojnë të dëmtojnë një moment ku fati i historia po i busqesh shqiptarëve që si ka busqesh në herë me thënë drejtë. Është diçka madhështore dhe është gjëja më e jashtëzakonshme që ne mund të bëjmë për fëmijët tanë. Ndërkohë që e kundërta është gjëja më dramatike. S'po them tragjike, se jeta vazhdon, por më dramatike që ne mos t'ja dalim dot. Dhe sepse nëse ajo derë mbyllet, do duhen vite që të hapet prapë. Vedia e kësaj është shumë e rëndësishme për atë që kemi në jetën e përditshme me njerëzit në kafe, me njerëzit në punë, me njerëzit në rrugë. Është shumë e rëndësishme. Ndryshon gjithçka. Isha me ca student, edhe atë po i thosha, ti sot të duket sikur je europian se ikën pa vizë, shkon në ku dush ti. Po në momentin kur ti zbret nga avioni, ti nuk je europian më atje. Ti je i huaj. Ndërkohë që duke hyrë aty, duke u bërë Shqipëria vend antar i Bashkimit Evropian, ti je vendas në çdo qytet të Bashkimit Evropian ku ti zbret. Pse je vendas? Pavarësisht se ti nuk flet portugalisht. Mund mos dish as anglisht. Po ti je vendas sepse nëse do shkosh të regjistrohesh në universitet në Lisbon, ty nuk do të thonë, shiko, si huaj ti do pagush 10 fishin e vendasve. Jo. Ti do hysh dhe nuk do pagush as 1 euro më shumë se sa ata që janë vendas aty, sepse konsiderohesh vendas i Bashkimit Evropian. Dhe do t'i bësh studimet si vendas, jo si huaj. Sot ti je student i huaj. Nëse ti do kesh nevojë të shkosh të marrësh shërbimin shëndetësor, ti sot nuk e merr dot si vendas, ti do shkosh do pagush qimet e kokës atje. Por nëse je antar i Bashkimit Evropian dhe ti je shqiptar siç je sot, ti je vendas në çdo derë, të çdo ambulance, të çdo poliklinike, të çdo spitali ku do futesh, do nxjerrësh pasaportën, Bashkimi Evropian, ti je vendas. Dhe kjo vlen për gjitha. Ti sot ikën pa vizë. Por në momentin kur ti shkon për të kërkuar punë, ti je ilegal. Dhe o do bësh i punë të zezë, o do thonë ik ktheu. Apo ja. Po e flisja këtë gjë me ata për duke pa hikmen jashtë. Por po ta kthejmë nga çfarë i vjen Shqipërisë, është e jashtëzakonshme në të gjitha drejtimet. Domethënë, financimet për të bërë këto punët që qajmë ne hallin këtu, shumë fishohen. Sepse kur hyn një antar i ri atje, ati antari të ri është si një që vjen nga larg në shtëpi, gjithë shtëpia i jep mundësinë që të rregullohet herë me punë, me të gjitha, dhe vendet e reja mbështeten nga gjithë familja europiane me para, me investime, me programe, me asistencë etj. Që të forcohen. Derisa vjen momenti që bëhen pastaj që kontribuojnë dhe nuk marrin. Tani kjo është e jashtëzakonshme. Dhe për ta mbyllur, harrojeni të gjitha këto, më e rëndësishmja është që vetëm atje fati i secilit është i lidhur me veten e vet dhe liritë e drejta e secilit janë të garantuara nga institucionet. Shumë faleminderit.